Për shkak të funksionit, sidomos që në momenti krimeve të rënda dhe më mbrapa, sidomos në këtë periudhë, sigurisht që sjellja ka ndryshuar. Pra, prokurorët nuk mund të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Nuk po themi se arrin të mbyllur. Por ka ca kufizime që duhet të respektojmë. Ai sa shkon që edhe kur shkon në një lokal kontrollojmë në QKB kush e ka lokalin. E them shumë sinqerisht të pjesë. Patjetër që këto janë kufizime që edhe janë, nuk janë vetëm tek ne, por janë në gjithë vendet e qytetëruara. Por ajo që mund të them është që unë përpiqem të mos ta ndryshoj mënyrën time të jetesë. Sepse në të kundërt do të kthesh një situatë negative, ky presioni punës apo ngarkesa e punës. Përpiqem të mbaj punën larg shtëpisë dhe mos ndryshoj mënyrën time të jetesës, flas për veprimet e përditshme që bën një person, por gjithmonë duke respektuar një sër kufizimesh që e kemi zgjedhur vetë të punë, nuk na ka sjellë me zor, por normalisht kufizimet duhet të ekzistojnë.